Halit Sahitaj I tregon prokurorit Alan Tiger se cila është arsyeja që tani ka vendosur të flasë, të tregoj, të rrëfej, të zbuloj identitetin e Gjoja agentit sekret të CIA-s amerikane Florianit. Arsyeja është sepse Floriani në njëra anë duke e shantazhu Halit Sahitajn ka hap fjalë vetë në Kosovë dhe në qarqe të ndryshme që ky Gjoja është agent I shërbimit sekret serb dhe po ashtu ka deklaru para shumë njerëzve, pra Faik Imeri, se Halit Sahitaj ka shku vullnetarisht vetë për të dëshmu rajshëm në Hag, në gjykatën speciale, dhe Gjoja që deklarata e tij I ka damtu mas shumëte Hashim Thaqin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin. Ky asnjëherë nuk I ka tregu askujt se krejt kjo mutësihane e përgatitur ose e gatuar ka qenë pikërisht nga bija serbe në krye me Faik Imerin. You would tell them that you needed money to replenish black accounts that were low in order to help that member of their family who was in prison. Dhe ju atyre do t'ju thonit pra parat duhen për të mbushur këta llogaritë e zeza, pra që të ndihmohen ata personat që janë në burg. Is that correct? Correct. Yeah. Okay. And I understood that you declined or refused to do so. Dhe me të kuptoj unë, juve kundërshtuat, pra nuk pranuat ta bënit të? Në asnjë moment. Yes, no way. All right. With respect to the threats currently against you, have they? I understood that in the phone calls, people expressed some awareness of that you were providing information and wondered how you knew. And I didn't quite understand what the nature of the threat or the concern was from Serbia, but I wanted to know if there's any concrete, specific threat at the moment that you're facing, or if you're expressing to us general concerns about what people know that might result in concrete threats or concrete action. Lidhur me kërcënimet që tu bën ty. Pra, çfarë është në përgjithësi që ke shqetësim lidhur me kërcënimet që t'janë bërë ty, domethënë me informacionin që që ke nxjerrë ti, apo ka ndonjë diçka specifike apo konkrete në këto kërcënime? Apo është thjesht diçka e përgjithshme, pra. Unë domethënë që rrezikon ty. Krejt e kuptova. Edhe Zotin Alan e kuptova. Yes, I understood what you said, yeah. Unë në këtë analizin tim dhe mendimin tim, këtë që ka ndodhur prej asaj kohë se kom njoftu këtë agentin e CIA-s dhe kom nënshkru kontrata me CIA-n, unë këto jam I përdorën si një kokë turke. Dhe e kom bë me gjithë dëshirë. So what this analyst, CIA, the CIA person, that the information is given me, I've used it in a way. Pra e ke përdorur si kokë turku për? Jo, s'jetë e përkthy mirë. Okej, se kuptova. Ndoshta unë se kom kuptu. Prej këtij momenti se kom njoftu agentët e CIA-s dhe ja kom nis bashkëpunimin me ta, jam I përdorën në mënyrë shumë të rrezikshme prej tina. Okay, ta them këtë. Okay. So since the time I've had this agreement contract with the CIA person,
I've been used in a very, very dangerous way by these groups. Sepse Mhm. për ato deklarata që ai kom jap në Hag, unë So kom concerning the statements I've given to The Hague, unë kom mendu si jom të ndihmu diçka CIA-s edhe prokurorisë speciale. because I thought with those statements I gave to The Hague that I was helping somehow the CIA and also the SPO. Pra, masi personi CIA-s është të më desklasifikuar mu edhe të ma qu jetën në rrezik pa asnjë arsye, But because this CIA person is declassifying me and is putting my life in danger with no apparent reason, do mi desklasifiku krejt gjana tash. and now I want to declassify everything. Në rastin e përgatitjes time për deklaratën në Hag, sa e kom kuptu unë, ka qenë në dioni edhe zoti Jack Smith. Mos harroni kanalin ton në YouTube me Milajm Zeken.